Trupi i njeriut e ruan temperaturën e vet në 37 gradë falë rregullimit termik. Por çfarë ndodh në nxehtësi ekstreme? Ata që punojnë në ambiente të jashtme në verë duhet të mbajnë parasysh 3 parametra: temperaturën, lagështinë dhe ventilimin. Kur temperatura jashtë e kalon 30 gradë, lagështia është mbi 70% dhe nuk ka ventilim të mirë. Rregullimi termik zvogëlohet, duke rritur rrezikun e problemeve shëndetësore. Sëmundjet që lidhen me të nxehtin janë nga stresi ndaj të nxehtit, ku trupi është ende i aftë për të ulur temperaturën deri te goditja nga i nxehti, ku mekanizmi ftohës të shton dhe sistemi nervor kompromentohet. Nëse temperatura e një personi qëndron e lartë, organet e brendshme mund të pësojnë dëmtime. Stresi nga i nxehti mund të shkaktojë simptoma si ndjesi jo e mirë, lodhje, marrje mendsh, dhimbje koke, të përzjera e ndonjëherë të vjedha. Simptomat të tjera përfshin dehidratim, dobësi fizike, ngërçe, ethe dhe temperaturë të lartë trupore. Goditja nga i nxehti gjithashtu mund të shkaktojë simptoma si të përzjerat, dhimbja e kokës, tensioni i ulët, derisa personit i bie të fikët dhe në disa raste edhe vdekje. Si mund të parandalohen këto pasoja? Punëdhënësi luan një rol kyç në parandalim, duke vlerësuar rreziqet, duke organizuar punën gjatë orëve më të freskëta të ditës, duke planifikuar pauzat në hije dhe duke garantuar kushte të përshtatshme mjedisore, janë aspekte thelbësore të mbrojtjes. Për më tepër, është e rëndësishme të trajnohen punëtorët lidhur me rreziqet, të monitorohet temperatura në vendin e punës dhe të ngrihen sisteme paramjoluese. Së fundi, është mirë të vishen rroba të lehta, një kapele, syze dielli dhe të përdoret krem dielli, shmangje alkoolit dhe të pihet shumë ujë. Këto masa, të marra nga punëdhënësi me ndihmën e zyrtarit për parandalimin dhe mbrojtjen, një mjeku kompetent dhe të përfaqësuesit të punëtorëve, mbrojnë shëndetin e punëtorit dhe reduktojnë rrezikun e lëndimit. ATS-ja, Agjencitë për Mbrojtjen e Shëndetit në Lombardi, në bashkëpunim me sindikata dhe shoqata tregtare, kanë aktivizuar një plan parandalimi për rrezikun e stresit nga i nxehti në ndërtim. Për më shumë informacion, vizitoni faqen e rajonit të Lombardisë.